Mund të jetë zonja Osmani në krye të LDK-s? Absolutisht mund të ketë ambicje për të qenë atje, por do të kishte kundërshime. Do të kishte kundërshime serioze, sepse nuk e solli njerëzit që kanë shkuar dje kundër Zotit Avdiqi, kanë thënë që ky bashkimi me të nuk e solli rezultatin e pritur. LDK nuk u rrit aq sa ishin projekcionet, u rrit për vetëm 3 deputet dhe për vetëm 3%. Pra shumë largë dhe natyra forca pra është prapë vendi të tretë. Ata kanë shkruar që ne jemi betonizuar në vendin e tretë tash sa vjet. Ju kujtoj Esmeralda për shikuesit tanë në Shqipëri, që LDK-ja në Kosovë nuk i fiton zgjedhjet që për vitit të largët 2004. 2004. Ibrahim Rugova ishte gjallë, kur për herë të fundit LDK-ja dilte e para në zgjedhje. Që nga zgjedhjet e tjera të vitit 2007, 2010, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021, 2025, 20 dhe tash 2026, LDK i humbë zgjedhjet. Mirë, po vetëm se ka një gjë tani. Në vendin e tretë. Kështu që një kandidim i mundshëm i zonjës. Jo, mbaroje se. Ja vetëm po thoja që një kandidim i mundshëm i zonjës Osmani, vetëm sa mund ta thellonte përçarjen brenda LDK-s. Po them që nuk është faj i Lumir Abdigjikut për gjithë këto vite, sepse në fund të ditës ajo parti ka psuar përçarje shumë të mëdha që prej atij viti deri tek edhe dhuna në organet e tyre drejtuese, largime, pra nuk është se gjeti një parti shumë të shëndosh Lumir Abdigjiku edhe e shkatroi. E mori një parti në ditën e vet më të keqe edhe nuk arriti ta ringrej, por jo se është e gjithë përgjegjësia e tij. Të gjithë ata që kanë qenë aty dhe që sot kërkojnë përgjegjësi, në fakt janë bashkë përgjegjës për gjithçka çfarë ka ndodhur në LDK deri ditën e sotme. Po them hiq përparim Ramën, po them ta që po e kërkojnë dhe kanë qenë drejtues. Po, zoti Abdigjiku e mori LDK-n pas rezultatit katastrofal të vitit 2021 në zgjedhjen nga Isa Mustafa, por ai e bëri gjërën e dur, dha të rreqe dhe nuk u kthye. Pastaj zoti Abdigjiku i ka udhëhequr 3 procese dhe i ka humbur që zgjedhja dhe ka dalë në vendin e tretë. Pra 3 palë zgjedhje. Zoti Abdigjiku ka qenë në krye të partisë me premtimin për ta ringjallur e për ta arritur dhe i ka humbur të 3 proceset. Dhe ata që edhe LDK-NP edhe në Lipjan po thonë që i kanë dhënë mundësi të mjaftueshme për të treguar për të arritur, thjesht ka dështuar. Jo, absolutisht, jam duke thënë që nga 2004 deri tani nuk është se ishte e gjithë përgjegjësia e tij. Të kaluara çoft dikush tjetër që ka një vizion tjetër. Po pra, ashtu e konfirmova dhënë duke thënë që ka vetëm 3 palë zgjedhje që udhëheq dhe që pikërisht është zoti Aziri dhe të tjerët, të cilët kanë qenë në LDK gjatë gjithë kohës. Por ata kanë qenë zoti Aziri dhe të tjerët që kanë vendosur pak a shumë se kush do ta marrë udhëheqjen. Dhe idea e kërkesës për dorëheqjen për zotin Abdigjiku vjen që këto deg thonë që ja kemi dhënë mjaftueshëm mundësinë që ka udhëhequr në 3 zgjedhje dhe prapë i ka humbur edhe këto zgjedhje, jo që vetëm i ka humbur, por është gjithmonë në vendin e tretë, pra nuk ka asnjë lloj përparimi për t'u afruar tek vendi i parë. Por e the, tradicionalisht më shumë të gjithmonë debat ka pasur në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Edhe kur ky debat, sikur në kuvendin e karrigeve të vitit 2006, ka eskaluar në dhunë. Por në LDK, pra gjithmonë më shumë absolutisht sa në vetëvendosje se në PDK e në AK ka pasur gjithmonë debat ndërmjet sektorëve të ndryshëm për udhëheqjen e partisë dhe kështu pritet të jetë. Pra, do të jetë shumë interesant për t'u parë, do të jetë përplasje interesante, por do të shohim nëse do të ketë votat mjaftueshme për ta thirrur një kuvend të jashtëzakonshëm zgjedhor, Esmeralda. Pra, tash do të mobilizohet zoti Abdigjiku për të marrë përkraje, do të dalin degët që e përkrajnë atë, edhe ato do të dalin publikisht për ta mbrojtur, por duke marrë shkas edhe një herë rezultatin e zgjedhjeve të brendshme në janar, pra partia është ndarë pothuajse 50-50, do të shohim se cili grup do të fitojë.
Natyrisht, kur ke 50% partisë kundër, nuk asë që duhet as partia, po sa e komplikon kjo situatë në LDK procesin që janë më së shumti të interesuar të gjithë për krijimin e institucioneve të reja, zgjedhjen e presidentit, qeverin e të tjerat me radhë. Sepse duket se një parti në këtë situatë e ka të vështirë edhe të nisë negociatat, po them për presidentin apo me vetëvendosjen në këtë situatë që është. Po pra, kjo ndarje, kjo përqarje e LDK-s dhe që sa do ta përforcoj pozicionin e vetëvendosis në kuptim të negociatave që mund të ndodhin në ditët në vazhdim dhe kërkesave që mund të ketë ndaj partnerëve të mundshëm të koalicionit. Edhe ashtu me numrat aktual me 18 deputet dhe së paku 3 që do t'i dilnin kundër zotit Abdigjiku, vetëvendosja bashkë me komunitetet jo serbe dhe LDK-n të përgjysmuar, le të themi, nuk do të mund t'i bënte 80 vota për zgjedhjen e presidentit. Prandaj, siç e kemi diskutuar shumë herë, opsioni më i sigurt për ta zgjedhur presidentin është një bashkëpunim ndërmjet vetëvendosjes dhe Partisë Demokratike të Kosovës që i ka fituar 22 deputet dhe që është unike në kuptimin që të gjithë do të votonin njëjtë dhe pasaj zgjedhjet do t'i mbanin në shtator të brendshme pasi që të ndodhë vendimi në Hag. Pra, ende nuk i kemi parë qëndrimet e gjithë deputetëve të zgjedhur të LDK-s një nga një, por nga 18 shikova listën, nga 18 3 janë sigurt që do dilnin kundër zotit Abdigjiku, që do ta zvogëlonte numrin e përkrahjes për të në 15 vota në kuvend, aq sa kishte edhe në mandatin e kaluar. Dhe do ta vështirësonte edhe ambicien, është përmendur disa herë që vetë zoti Abdigjiku mund të jetë kandidat për president, ai nuk e ka mohuar asnjëherë, por me këtë përçarje do ta ketë shumë të vështirë dhe ka gjasa, pra që LDK-ja nuk do të jetë në gjendje as të nisë negociata me vetëvendosjen, por do t'i kthehet vetes, pra do të merret me zgjedhjet e mundshme brenda, do ta pranojë edhe një tjetër mandat në opozitë. Po ndoshta si kandidat për president e votojnë edhe ata që janë kundër, se kështu në këtë mënyrë heqin nga kryetar partia. Por i japin shumë pushtet në nivel qendror dhe këtë nuk duan ta bëjnë me siguri. Po, si president e pam tek zonja Osmani që s'arrin do të kesh shumë pushtet, po them. As të ndikosh elektoralisht aq shumë. Faleminderit shumë, Xhemal, do t'jemi sërish së bashku në ndoshta edhe në orët ditët në vijim, pasi gjërat me sa duket po ecin shumë shpejt, ndërsa pritet edhe certifikimi i rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve. Ditë të mbar.